Është mesdita së premtes e cila na bën bashkë edhe një herë tjetër shikues të nderuar që jeni duke na përcjellur në këtë transmetim të drejt për drejt në RTK1. Transmetuesi publik tashmë e kemi thënë edhe gjatë emisioneve të realizuara në mesjavë në kuadër të garës prestigjioze të UEFA Champions League, Europa League dhe Conference League se në partneritet me Gjirafa Video do të jemi çdo të premte kur do të ketë në mesjavë ndeshje të këtyre tre garave. Dhe kjo me një arsye të veçantë që kemi bërë edhe para 2 javësh duke qenë pjesë e lojës shpërblyese që mundsohet nga Gjirafa Video dhe partnerët e këtij brendi. Dhe të njëjtën kohë ne para 2 javësh kemi qenë protagonistë të emisionit ku për herë të parë filluam këtë kampanjë me partnerin tonë Gjirafa Video dhe ku e ndam dhuratën e parë që ishte para 2 të premteve një televizor Samsung 55 inch. Sot do të jemi me dhurata tjera të cilat do t'i zbulojmë për gjithë ata që e kanë shikuar RTK-n përmes Gjirafa Video në të mërkurën dhe të enten kur janë zhvilluar dhe ndeshjet e Champions League dhe të UEFA Europa League. Dhe duke qenë pjesë e ndeshjeve, për gjithë ju që keni hyrë në Gjirafa Video, jeni bërë potencialisht edhe konkurent për të fituar një prej shpërblimeve që i kemi proklamuar edhe gjatë kësaj jave me autorët e emisioneve që në kanë shoqëruar këtë javë. Së bashku me mua është përfaqësuesja e Gjirafës, ajo që ishte edhe javën e kaluar par 2 javë është Dina Gota. Dina, mirë se ka ardhur. Mirë se gjeta Artan, faleminderit për ftesën. Duket se ka pas efekt loja shpërblyese e javës kaluar, më mbushur tash numri i konkurrentëve. Por edhe gjasat e njerëzve që duan të jenë pjesë e shpërblimeve janë rritur, sepse na e kemi shpjeguar se si rriten gjasat përmes tokenave, komenteve, duke hyrë. Po këtë shpjegim personi autorizuar jeti. Po ne kemi pa interesim shumë të madh në platformë, kemi pa spike në Gjirafa Video, ka pas shumë klikime dhe shumë të interesuar që na kanë kontaktuar dhe kanë marrë pjesë në lojën shpërblyese. Po përveç kësaj kemi pa spike edhe në Gjirafa 50 për shkak të shpërblimit që e patëm herën e fundit prej Gjirafa 50, televizorin 55 inch, kështu që ka një sukses të madh misioni. Javën e kaluar ishte Besian Bajraktari ai që ka fituar televizorin 55 inch që ka tërhequr në zyret tuaja? Po, Besiani ka ardhur e ka tërhequr shpërblimin në zyret Gjirafës, ai po ashtu ka qenë shumë bashkëpunues me neve, përveç se ka marrë pjesë në videon që kemi transmetuar për publikun, ai edhe ka jap ekstra detaje për lojën shpërblyese. Shumë mirë. Do ta ndjekim një prononcim më vonë të Besianit, sepse ti përgatisim edhe këta tjerë që fitojnë, se nuk përfundon vetëm me tërheqjen e shpërblimit, po detyrohen. Ta them kështu, po ideja është që ta kemi edhe një prononcim për tyre, një opinion për tyre se se e kanë pritur, apo çka i ka shtyrë që të jenë pjesë e lojës. Njerëzit, jo vetëm ata që lënë komente, por edhe ai që hynë për ta shikuar ndeshjen në Gjirafa Video, automatikisht bëhet përmes një tokeni pjesë e lojës. Po, mjafton me provu me parashiku rezultatin e ndeshjes edhe automatikisht është pjesë e lojës shpërblyese. Pra vetëm rëndësia e qëllon apo. Edhe nëse nuk e qëllon, e ka një token. Edhe kemi raste që tregojnë që vetëm me një token e kanë fituar një shpërblim. Okej. Ata që qëllojnë? Ata që qëllojnë i fitojnë edhe ekstra 2 tokena. Pra me një herë ju shkruhet emri 3 herë në listë. Po ata që i përgjigjen edhe një pyetje speciale që e kemi gjatë ndeshjes i fitojnë 10 tokena. Që e kanë mundësi mi pas 13 tokena për një ndeshje. Rritën shansa. 13 mundësi. 13 mundësi më tepër. Dina, në çfarë periudhe, nëse lojrat e Ligës së Kampionëve zhvillohen nga ora 21, në çfarë periudhe hapet kjo mundësi dhe deri kur zgjat? Atëherë nëse ndeshja transmetohet në ora 21, komentet vlejnë prej orës 20:30 deri në ora 22. Okej, kjo ka vletur edhe mbrëm? Po, edhe mbrëm. Mes Romës dhe Atletik Bilbaos. Po, në këto 2 ndeshje, komentues kanë pas mundësi me i fitu 16 tokena. Për shkak se një prej rregullave për 10 tokena ekstra ka qenë nëse ndjekin faqen e RTK-s në Facebook, kanë fitu 10 tokena. Edhe nëse i kanë qëllu rezultatet e 2 ndeshjeve, kanë fitu nga 3 tokena në 2 ndeshjet, prandaj kanë pas 16 mundësi për me fitu shpërblimin veç me këto 2 ndeshje. Okej, ne rikujtojmë që nga shtatori deri në dhjetor kanë qenë diku 70 dhurata, mbi 70 që i keni ndarë në vlerë mbi 20.000 euro dhe kemi vazhduar me televizorin 55 inch që ja dham Besianit. Ishte fituesi i fatlum që Dina ka nxjerrë javën e kaluar para 2 javësh në fakt ishte, sepse rikujtojmë që emisioni i lojës shpërblyese realizohet në ato mesjavë kur ka ndeshjet e Ligës së Kampionëve me një herë të premteve. Do të jemi me emisionin dhe kjo do të ndodhë edhe të premten e ardhshme, sepse edhe javën e ardhshme do të kemi ndeshjet e Ligës së Kampionëve dhe të Ligës së Evropës dhe tashmë transmetuesi publik ka vendosur se cilat do të jenë ekskluzivisht ndeshjet që do të transmetohen në RTK. Të mërkurën do të jemi me ethet e derbit madrilen
mes Atletico Madridit dhe Real Madridit, ndërsa të enjtën në Europa League ndeshjen mes Real Sociedadit dhe Manchester United. Këto do të jenë dy ndeshjet e përzgjedhura dhe e dim, ndeshjen kryesore të javës në territorin e Kosovës, ekskluzivitetin e ka për ta përzgjedhur Radio Televizioni i Kosovës si bartës i të drejtës ekskluzive, ku përfshihet edhe transmetimi i finales së secilit prej kompeticioneve europiane dhe finalet i keni vetëm në RTK dhe në asnjë operator tjetër. Dina, ta ndjekim Besjanin çka ka thënë? Ishte në zyrët tuaja, dikush prej kolegëve e ka realizuar intervistën? Po, një prej kolegëve ka realizuar intervistën, Besjani ka qenë bashkëpunues, është përgjigjur rreth pyetjeve edhe ka dhënë ekstra detaje të cilat tash i ndëgjojmë bashkë. Okej. Shumicën e rasteve nuk e kam qellu me një token, ndoshta e kam fituar. Komentojnë sa më shumë, se me të vërtetë është reale kjo lojë shpërblyese edhe shanset janë të mëdha për me fitu edhe vetëm me një token. Jemi sot këtu me fituesin e lojës shpërblyese të Gjirafa Video, që organizohet në kuadër të Champions League, i cili e ka fituar një televizor Samsung 55 inch. E kemi Besjan Bajraktarin, të cilin e kemi prezent në zyret e kompanisë Gjirafa. Besjan, mirë se ke ardhur. Qysh e ke prit shpërblimin, po mënej a unive mirë që ke fitu televizorin Samsung? Natyrisht që kur fiton diçka unë ndjen shumë e mirë. Fatkeqësisht kam qenë live në RTK kur im shpall fituesi, mirë po më tregoj bashkëshortja, edhe më tregoj fatin që jam përzgjedh, atëherë është një ndjenjë shumë e mirë. Faleminderit për shpërblimin prej ekipës Gjirafës Video. A e ke shikuar të dy ndeshjet e javës apo vetëm njërin? Rikujtojmë që u kon mas pari loja të mërkurën Real Madridi me Manchester City edhe të njëjtën janë ndeshje Roma me Porton. Po, e kam shikuar ndeshjen Real Madrid Manchester City dhe e kam qelluar rezultatin do thotë 3-1, ndërsa ndeshjen tjetër me sekuenca nuk kam mundur shumë. Aty e kam parashikuar 2-1, mirë po nduket 3-2 ka rezultati për fundit. Okej, Besjan, tash po më intereson, a ke marrë pjesë lojë shpërblyese të kaluara që janë Gjirafa Video për Champions League? Po gjithsesi, pothuajse në të gjitha ndeshjet kam qenë aktiv, sidomos to ndeshjet që janë elitare, Real Madrid, Bayern, Milan, Barcelona. Edhe kam komentuar në shumicën e rasteve nuk e kam qellu me një token, ndoshta edhe kam fituar siç ka qenë do thotë ndeshja e kaluar për Patos, e kam fituar vetëm me një token do thotë. Okej, Besjan, për fund tregona shpërblimin që ke fituar, a ke vendosur me mbajtur për vete apo ke vendosur me dhuru? Përderisa kam televizionin në shtëpi, besoj që do t'ja dërgoj prindve këtë shpërblim. Spari falenderoj përsëri do thotë Gjirafa Video, edhe i rekomandoj gjithë shikuesve të Gjirafës Video dhe futbolltazhëve të komentojnë sa më shumë, se me të vërtetë është reale kjo lojë shpërblyese edhe shanset janë të mëdha për me fitu edhe vetëm me një token. Okej, Besjan, faleminderit shumë për teje. Miq të dashur Gjirafa Video, faleminderit shumë që jeni qenë pjesë jona për këto ndeshje me radhë që janë zhvilluar në Champions League. Normalisht ju inkurajoj edhe me qenë pjesë e Gjirafa Video në të ardhmen për shumë më shumë shpërblime si kjo që ka fituar Besjani. Super, koment i bukur, shpjegim akoma më i bukur nga vetë Besjani, befasuese, komplimente për paraqitjen edhe televizive, nuk e di nëse ka qenë intervista ati e parë apo ka patur këtë përvojë. Pra, RTK mund ta ndisni online 24/7 në Gjirafa Video dhe kësaj bëheni edhe pjesë e lojës shpërblyese që realizojmë së bashku me Gjirafën. Sot 5 kupona isha këtu. Çka janë këta? I kemi 5 kupona prej Carvago by Gjirafa. Do me thënë në blerjet veturës, këta fitus i kanë automatikisht 500 euro zbritje prej Carvagos. Për çdo vetur që duan ta blejnë, pra nëse 20.000 euro kushton, 19.500 sepse e përdorin edhe kuponin prej 500 eurosh. Nëse s'du me ble vetur, çka ndodh me kuponin? Nëse nuk dan me ble vetur edhe ke fitu kuponin, mundesh me ia dhuru dikujt tjetër që dan me ble vetur. Veç mjafton me na kontaktu neve në Carvago, edhe ne e transferojmë kuponin prej juve te dikush tjetër. Është mundësia transferimit te dikush tjetër. Super, pra gjithë ata që janë fatlumët që do ta fitojnë, kanë mundësi ta shndrojnë dikë tjetër edhe në fatlum, duke transferuar kuponin nëse veç e keni veturën dhe nuk dëshironi që të bëni update në aspektin e veturës. Mirë, është koha që të shkojmë pak te tabela digjitale te ekrani smart për të shpjeguar se si funksionon kyçja shumë e lehtë si procedurë për të bërë pjesë e Gjirafa Video dhe për të shikuar kanalet e Radio Televizionit të Kosovës. Them kanalet sepse janë të përfshira të gjitha kanalet e RTK-s nga RTK 1 deri në RTK 4. Atëherë regjia do të kalojmë, ne kemi hapur, mjafton të hyni në faqen e RTK Live, rtklive.com,
ne jemi të rubrika e sportit, sepse sporti është ai që e bën këtë lidhje në këtë rast me gjirafen, dhe një prej kolonave cilat janë të segmenteve, departamenteve të ndryshme të informacionit nga ekonomia, sporti, kultura, marketingu, Radio Kosova dhe të tjera, në fund është edhe Gjirafa Video. RTK-ni Gjirafa Video, mjafton të klikoni dhe poshtë i gjeni kanalet e Radio Televizionit të Kosovës, përfshirë edhe 2 kanalet e radios, Radio Kosova 1 dhe Radio Kosova 2, duke klikuar në secilin prej këtyre kanaleve, për shembull ndeshjet që transmetohen në UEFA Champions League dhe Europa League në RTK1, mund t'i gjeni përmes kanalit të RTK-s, duke klikuar live dhe shihni programin, dhe këtu është pjesa e komenteve që shfaqen gjatë transmetimit të drejt për drejt, dhe këto komente ne do ta heqim këtë sepse krijohet pasqyrim i pakufishëm nga ajo që jemi në këtë transmetim të drejt për drejt. Pra atë pjesën e komenteve, aty të komentet Dina duhet të hyjnë njerëzit dhe të japin komentet, pavarësisht ajo që qëllon rezultatit ajo, po nëse ja qëllon akoma më mirë rritën gjasat. Po, nëse qëllon rezultatin, ke gjasa më shumë për me fitu shpërblimin e madh. Komentimi bëhet gjatë kohës cilën ne e zgjedhim para ndeshjes, siç e përmendëm prej orës 20:30 deri në ora 22. Duhet të shkruhet me një kod pikë se qëllo, me provu me qëllu rezultatin edhe një përgjigje të pyetjes cilën ne e kemi bërë. Po që tash ish me ndjek RTK-n në faqet të Facebookut, prandaj ne kemi kërkuar vetëm emrin e Facebookut për me pa nëse RTK po ndiqet prej jush. Secili parashikim pra duhet të fillohet me kodi pikë qëllo. Pastaj parashikimi 2-1-3-1. Okej. Ne i kemi parë 2 ndeshje gjatë kësaj mesjave që kanë prodhuar plot 4 gola, dhe kush po fiton zbritje në bleret e veturës që po shihni edhe banerin prapa meje, do të e mësojmë se kush janë 5 fatlumët që do ta e fitojnë këtë të drejtë për t'i marrë kuponet, e të cilat do të tërhiqen në zyrët e gjirafës gjatë javës, në ditëve të punës, në orar caktuar. Preferojmë që javën tjetër të vini të merrni fitues të marrin kuponet prej orës 9 deri në ora 6. 6 masdite, pra 9 deri në 18 në këtë interval, secili e ka mundësinë që t'i tërheqë kuponet dhe përgatitunin, sepse është interesant të dëgjojmë edhe nga ju, cilat kanë qenë përshtypjet tuaja, a keni pritur që do ta fitoni, çka ju ka shtyrë që të hyni përmes Gjirafa Video ta ndisni kanalin e RTK-s, e të tjera të ngjashme me atë prononcim fantastik që e pati edhe Besian Baraktari më herët, fituesi i javës i para 2 javë. Është koha që të zbulojmë, ta hapim kupën e Chelsea, trofeun e Chelsea, i cili do të jetë me një prej 5 emrave, 5 kuponat i shini, i patëm edhe në pjesën e tavolinës tonë, këta janë 5 kuponat që do të jepen. Ky është 1 nga 5 që kemi dhe janë të certifikuar me vullën përkatëse dhe janë të vlefshëm deri me 31 mars, apo? Sakt. Deri me 31 mars. Këta janë 5 kuponat që sot do t'i mësojmë 5 fituesit. Shkojmë me radhë. Atëherë, po tregojmë çka është Carvagovic shkurtimisht për me ditë se çfarë shpërblimi sakt po e fitojnë. Carvago është një platformë e cila mundson blerjen e veturave prej Evropës edhe Koresë. Carvago ofron garancion 6 muaj për secilën veturë të vleme dhe nëse diçka nuk del ashtu që ne kemi premtuar, keni kohë me kthy veturën deri në 14 ditë. Kështu që një super deal për fituesin e radhës. Okej. Dina te kjo kamera. Okej, fituesi i parë është Nderim Ademi. Nderim Ademi është fituesi i parë. Urime Nderim. Njëri nga 5 kuponet vetëm shkoj të Nderim Ademi, të shohim të dytin, i kemi pra 5 kupon në vlerë prej 500 eurosh. Okej, fituesi i kuponit të dytë. Opa, ka rënë një jashtë, do ta kthejmë pastaj në vazo. Okej, nëse fituesi i parë përsëritet, atëherë na duhet me anulu sepse nuk mundet me fitu 2 kupona një person, sepse prap neve në ka dalë Nderim Ademi urime. Do të secilën prej kuponave, secilën prej tokenëve që ka marrë pjesë, aq herë e keni futur në vazë, apo? Sepse Nderim Ademi arritur gjasat. Sigurisht Nderim Ademi e ka qellu rezultatin ose e ka ndjek RTK në Facebook edhe ka fitu disa tokena, pra nuk e ka veç një, i ka disa shansa për me fitu. Kështu që Nderim Ademi e ka fitu një kupon. Okej, e kthejmë. Nderimi me aq fat, sa 2 herë ju tërhoq emri, pra mendo edhe herën e tretë jetë. Okej, fituesi i dytë është Butrint Arifaj. Butrint Arifaj është fituesi i dytë, Nderim Ademi ishte i pari.
2 nga 5 fituesit e kuponëve në vlerë prej 500 eurosh, vetëm i kemi të zbuluar, edhe 3 kupon janë në dispozicion për këtë lojë shpërblyese. 500 euro zbritje në vlerë të veturës në Caravaggio, pra. Fituesi i tretë është Nderim Ademi. Nderimi sigurisht i paska 16 tokena. Ja pse është e rëndësishme të qëllëni rezultatin dhe të bëni pjesë për t'i arritur shanset vetës për fituar këtë, sepse nderimi është shembull klasik i asaj pse duhet të jeni pjesë e lojës shpërblyese përmes tokenëve, sa më shumë gjasa. Fituesi i tretë është Menar Berisha. Menar Berisha, fituesi i tretë, i pari ishte Nderim Ademi, i dyti Butrint Arifaj, i treti Menar Berisha. Dhe 2 kuponat e fundit, 2 fatlumët që do të fitojnë kuponat për zbritjen e blerje të veturës në Caravaggio, nëse nuk dëshironi të bleni veturën, u shpjegua shumë mirë nga Dina. Kush është fituesi tjetër? Fituesi i katërt është Maxhun Kryeziu. Pra, Maxhun Kryeziu. Ja, ko kemi Maxhun Kryeziu, fituesin e 4. Isha duke thënë se ata që nuk duan të e blejnë veturën përmes kësaj zbritje, ekziston mundësia transferimit të kuponit të dikush tjetër, e tha shumë mirë Dina më herët. Dhe fituesi i 5, i fundit në mesin e 5 kuponave që i ndajmë sot. Fituesi i fundit është Egzon Sadriu. Egzon Sadriu, urime. Urime të 5 fituesve, Nderim Ademi në nëzërëm 3 herë, po si sta Dina, momentin kur të rriqet e emri për të parë, pastaj herave tjera u lehet mundësia dikuj tjetër, por është rëndësishme që prezenca në këtë vazë është shumë e madhe për ata që i kanë gjasat përmes tokenave të rritura. Po, pra, Nderimi sigurisht vërse ka kuptu lojen dhe ka marrë pjesën e të 2 ndeshjet, kështu që Nderimi ka fitu ma shumë kupona dhe ka pas ma shumë shansa për me fitu. Okej, atëre, ata që dëshirojnë të blejnë një vetur të re, takzojnë veturën e re, të tjerëve transferin të këndshëm të tjerët, që eventualisht mund të jenë blerës potencial të një veture përmes platformës Caravaggio. Dina, javën tjetër prapë do të jemi me lojën shpërblyese, sepse në mesjavë thash na presin edhe të mërkurën edhe të 8 ndeshjet të Ligës së Kampionëve, që do të thotë të premten e ardhshme në të njëjtin termin do të jemi me lojën shpërblyese. Çka për shpërblimeve javën tjetër? Për javën e ardhshme, masi kemi kaq afër lojën shpërblyese, ne po e lojmë surprizë, nuk po e zbulojmë shpërblimin e radhës. Është një kohë shumë e shkurt, po besoj që presim për me marrë vesh. Okej, në rastin kur e kemi pas 2 javë kështu mes days, e kemi zbuluar. E kemi zbulu, po. Por po lëm surprizë. Këtër po e lëm surprizë për shkak të kohës shkurt. Okej, të mërkurën ne do ta zbulojmë. Megjithatë, çka do të jepet gjatë emisioneve të dedikuara për Champions League dhe Europa League, të mërkurën respektivisht të 8-ën, do ta zbulojmë, prandaj na ndisni edhe në emisionet që i paraprin secilës prej ndeshjeve përmes analizës, për ta kuptuar se çka do të jetë shpërblimi për të premten e ardhshme, për gjithë ata që të mërkurën dhe të 8-ën e ardhshme do të jenë pjesë e ndeshjeve duke i shikuar në Gjirafa Video RTK-n. Dina, kënaqësi që ishe edhe sot në emisionin ton. Faleminderit për bashkëpunimin. Uroj që sigurisht i presim edhe intervistat e 5. Do të kemi më voluminoze pjesën e intervistave për këtë herë. Patjetër që po shpresojmë që secili prej tyre ka më qenë bashkëpunuesi dhe kemi më shumë me qenë edhe ne sa më transparent me publikun. Mi u realizu video secilit prej tyre. Faleminderit edhe për mua, kënaqësi me qenë në studiet RTK-s me ju. Faleminderit shumë. Ka qenë një bashkëpunim nga fillimi shumë i mirë dhe më vjen mirë që po vazhdojmë, po e kultivojmë në këtë formë, duke shndruar një platformë në interes të qytetarëve mbi të gjitha. Faleminderit Artan, kënaqësi shumë. Dina Gota nga Gjirafa që na shoqëroi për herë të dytë në tashmë formatin që e kemi sjellë në formatin televiziv të lojës shpërblyese që realizohet përmes RTK-s dhe Gjirafa Video, dhe ku adhuruesit e sportit, ata që ndjekin ndeshjet e 3 kompeticioneve që janë ekskluzivitet i RTK-s, UEFA Champions League, Europa League dhe Conference League, do të kenë mundësinë të bëhen potencialisht pjesë e lojës shpërblyese duke klikuar në linkët që i promovuam edhe më herët, duke shikuar programin e RTK-s në Gjirafa Videos. Në të njëjtën kohë, nëse ju jepni komente apo parashikoni sakt rezultatin epilogun e secilit prej ndeshjeve, i shtoni gjasat dhe të Nderim Ademi e pam se çfarë mundësie është e mirë që të fitohet sa më shumë gjasa
sa më shumë komentet e mira, sa më shumë tokene, rritën gjasat, rritën mundësit që të jeni potencialisht fitues të një prej shpërblimmeve që jepet nga Gjirafa Video, dhe tash i rikujtojmë edhe njerë 5 fituesit, ata që mund të kemë patur arsye të ndryshme, pse janë kyqur më vones, apo i ka lajmëruar dikush shiko se fitove. Ishte Ndërim Ademi fituesi i parë, Butrin Tarifaj, Menar Berisha, Maxhun Kryezeu dhe Egzon Sadriu. Këta janë 5 fituesit e lojës së sotme, kupona në vlerë prej 500 euro zbriti në vlerë të veturës që jepet nga Carvago kësaj radhe. Të shpërblimet mund të i të rishnin në Gjirafa nga ora 9 deri në orën 18 dhe deri në shoqërimin ton të arshëm, të premten e arshme në orën 12 mirëmbëngjes.